Shkronjat tona janë të arta. Në këtë titull u zhvillua aktiviteti në kuadër të ditës së alfabetit në Gjirokastër. Ishin fëmijët e qendrës kulturore Fatu Berberi që i recituan dhe i kënduan gjuhë shqipe, duke krijuar një atmosferë festive në bibliotekën e qytetit të Gurt. Sot është dita e alfabetit shqip, ku u mblodh kongresi i manastirit për të gjetur se çfarë shkronjash do të bëni për të dalluar nga shtetet e tjera. Dhe këtë ditë ne festojmë me një koncert në bibliotekën e qytetit. Sot është dita e alfabetit shqip dhe ne po organizojmë një aktivitet. Do të recitojmë dhe do të këndojmë. Dhe do kënaqemi shumë. Dhe alfabeti ka 36 shkronja. Dita e sotme është shpallur një ditë kombëtare dhe me të drejtë. Është njohur në histori si dita e Kongresit të Manastirit, dita e alfabetit të gjuhës shqipe. Në këtë datë të shënuar, ju dha fund kaosit të alfabeteve të ndryshëm për të vendosur shkronjat shqipe dhe për t'i dhënë identitetin popullit shqiptar. Me këtë rast, fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve kanë përgatitur një material të shkurtër, historik dhe letrar. Gjithashtu do të këndojnë dhe do të festojnë për këtë ditë të rëndësishme për kulturën, për arsimin mbar shqiptar. Në 117 vjetorin e mbajtjes së Kongresit të Manastirit, Biblioteka Apostol Meksi ka ekspozuar edhe botime kushtuar gjuhës shqipe, por edhe figurave të njohura që kanë kontribuar për arsimin në Shqipëri. Së bashku me fëmijët e qendrës, ne kemi hapur një ekspozit, të cilët e njohim më mirë fëmijët si dhe publikun, me çfarë fondi ka biblioteka për Kongresin e Manastirit, për rilindasit, për gjithë patriotët që kanë ndihmesën e tyre. Ne kemi nxjerrë një fond të rrallë, të cilët kemi një abetare më të vjetër që kemi në fondin tonë është abetarja Thoma Papanos, e botuar në vitin 1919, si dhe libra të tjerë që tregojnë rrugëtimin që ka bërë gjuha shqipe në vite me radhë që ka ardhur deri në ditët tona. Alfabeti i njësuar luajti një rol kyç në përhapjen e gjuhës shqipe dhe zhvillimin e literaturës kombëtare, duke ndihmuar në krijimin e një platforme për zhvillimin e identitetit shqiptar. Ky unifikim shërbeu si bazë për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912. Dita e alfabetit të gjuhës shqipe festohet çdo vit më 22 nëntor për të kujtuar një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë kulturore dhe kombëtare të shqiptarëve, Kongresin e Manastirit, mbajtur nga 14 deri në 22 nëntor 1908.